Një 44 vjeçar italian i identifikuar si Eduardo Sargi nga njoftimet e para me origjinë nga Varese, është gjetur i vrarë me armë zjarri në fshatin Salari të Tepelinës. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në vendin e quajtur Dilan, mes Nivicës dhe Salaris pak pas mesnatës. Italiani, administratori një fabrike të madhe tullash në Tiranë me qendër në Laprak, ishte dalë me 4 persona për gjanë në zonë. Në një moment ata e kanë gjetur pa shenjë jete në rrugë dhe kanë njoftuar policinë. Të 4 janë shoqëruar në polici dhe pritet të zbardhet për më shumë detaje dëshmia e tyre. Në trup i është gjetur vetëm një plagë në kofshën e djathtë dhe dyshohet se ka humbur jetën nga hemorragjia. Trupi është dërguar për autopsi në Tiranë, një procedurë që ndiqet për shtetasit e huaj. Deri më tani nuk dihet se për çfarë armë është qelluar. Do të jetë një ekspertizë që do të caktojë nëse është qelluar me armë gjahu apo me pistolet. Ortaku i viktimës Eçerem Braçe ka deklaruar se një person i dal para automjetit ka qelluar në drejtim të tyre. Ai është shprehur se ka tentuar të japë ndihmën e parë viktimës, duke nxjerrë trupin nga automjeti dhe më pas ka njoftuar policinë. Sipas tij, personi që i ka qelluar është larguar në drejtim të paditur dhe për shkak të errësirës s'ka mundur ta identifikojë. Kjo dyshohet se është arsyeja sepse trupi i pajetit 44 vjeçarit ndodhej jashtë makinës. Policia po heton dy pista. E para, vrasje nga pakujdesia me armë gjahu dhe e dyta, vrasje me dashje nga njëri prej personave që gjendet i shoqëruar në policinë e Gjirokastrës. Nga informacionet, mësohet se në automjet nuk ka shenja plumash, siç u raportua fillimisht. Italiani është gjetur në rrugë. Nuk dihet nëse ka dalë vetë apo ka qenë një person tjetër që e ka nxjerrë anash rrugës. Prej qershorit 2023, 44 vjeçari administratonte fabrikën e tullave dhe tjegullave në zonën e Laprakës në Tiranë, Tagelo e Dilkentro.